Të ndërrozër, historikisht, shqiptarët kanë pas më shumë se një fe. Kjo është e dishme. Me shumica dikun e me pakica dikun, nuk është e rëndësishme. Më rëndësi është se që shtu kemi jetës. Të gjitha sfidat i kemi kalu së bashku. Të gjitha problemet i kemi vallazhu së bashku. Dhe tash pas shekuj, dikush të merr guxim edhe të kërkon dobimin ton, tjetërsimin e dhunshëm, ndryshimin e identitetit me forma më të dhunshme, më klasike të mundshme, më njerëzore, madje edhe me djegje e dobim, është sinqerisht diçka e pa precedent në historinë e popullit ton. Dhe kjo trazon zemrën e njerëzve padyshim. Dhe kjo trazon mendjen e tyre çka po të mendon. Unë nuk i friksoj me thirrjeve të tilla, nga se ka pas fushata dhe ka pas lëvizje më të organizuara, më të fuqishme, madje më goditse, më arrogante, me qëllime të tilla dhe kanë dështuar dhe kanë përfunduar. Por shqetësimi është tek guzimi. Ka e morën ta njerëz këtë guzim që në një popull të njohur për tolerancë, për bashkëjetesë, për bashkëpunim, të dalin guzimshëm dhe të trazojnë dhe provokojnë këtë tolerancë dhe këtë bashkëpunim dhe këtë bashkëjetesë shekullore, të vendosur që të vazhdojnë me shekuj, aq sa kemi imën mbi sipërfaqen e tokës. Dhe pikërisht në prag të Ramazanit, që është muaji i Kuranit, dikush merr guxim në e djeg Kuranin. Në cilin vend? Në vendin e 94% muslimanëve. Nuk e di kush e ka bërë. S'është më rëndësi kush e ka bërë. Më rëndësi është mesazhi që ka dashur me e përçu. Ndoshta po don me e provoku tolerancën tonë, po don me e provoku sabrin tonë. Të nderuar, jemi të vendosur që të mbetemi të përkushtuar në sabrin tonë, jo në kuptim të pasivitetit. Krejt që ka të bëjë me sigurinë, ne ja besojmë bindshëm organeve tona të sigurisë dhe të gjyqësisë. Ato mirë me këtë çështje, dhe ndoshta së shpejti do të habitemi, ndoshta edhe me hetime që do dalin se çka ka ndodhur dhe çka po ndodh. Çështja nuk është në dorën tonë. Çka na takon neve? Na takon neve që të vazhdojmë jetën tonë. Kemi probleme të mëdha. Ne jemi të përkushtuar me ndërtu vendin tonë. Ne jemi të përkushtuar me rujt vendin tonë. Ne jemi të përkushtuar me kultivu unitetin mes vete. Ne jemi të përkushtuar me ngritë cilësimin e mësimit, me ngritë ekonominë, zhvillimin tonë. Ne jemi të përkushtuar me i kthy njerëz në besim, që t'i kthejnë në vetvetes, t'i kthejnë në natyrshmërisë, t'i kthejnë qetësi shpirtërore. Ne në këto tema jemi. Jemi në temat e vendit, të popullit, të ardhmës, jemi në temat e rinisë tonë. E ata që kanë kohë për budallallëqe ndryshme, le të vazhdojnë punët e tyre. Ata që kanë kohë me trazira, le të vazhdojnë. Por çdo popull ka një faqe të ndarë atje, faqe e turpit dhe faqe zillukut. Çdo popull ka një faqe të tillë. Po, populli e ka faqen e trimërisë edhe të guximit. Atje shënohen emrat e trimave, atje shënohen emrat e të guzimshmëve. Çdo popull ka një faqe ku shënohen mësuesit, kontributdhënësit, bamirësit, shënohen. Por çdo popull ka një faqe ku shënohen faqezit, dyftyrshat dhe njerëz të këqij. Kanë frikë që njerëz të kësaj kategorie do të përfundojnë pikërisht në këtë faqe, në faqen e turpit, trazirave dhe përpjekjeve për të nxitur përçarjen mes të një populli që historikisht e ka kultivuar tolerancën dhe mirëkuptimin dhe është shembull në Evropë për këtë që po flas. Prandaj mos leni që në prag të Ramazanit shqetësimet e tilla të trazojnë dhe turbullojnë zemrat tona, të mbesemi të përkushtuar në përgatitje për Ramazan, t'i kthejmë vetëve tona, t'i kthejmë punëve tona, obligimeve tona, bashkëpunimit të përbashkët, për t'ia dalë në sfidat e shumta që nuk janë të vogla, nuk janë të thjeshta, janë vallaj të rrezikshme, të komplikuara, madje shpesh të mjegulluara, të paqarta, as vetë nuk po e dim se si ku më në nxon akshami. E kur përshojmë që ka në aksham, nuk e dim sabat çka ka me pas. Prandaj një paqartësi e tillë, një amulli e tillë nuk t'jap shumë komoditet për tema boshe, për tema të kota, për tema të harxhuara, të konsumuara fatkeqësisht, madje me tendenca të rrezikshme. Për këtë arsye të ndrozur, kthehuni vetes e juaj. Gjeni kohë për veten e juaj. Gjeni kohë për të reflektuar mbi vetveten e juaj. Gjeni kohë për të gjetë rrugdalje, që të ecim tutje, jo polemika, jo debate, jo fyrje, jo akuza, jo shpifje, iniciativa konstruktive, produktivitet, punë, angazhim, kthim tek Allahu xhella xhelalu, pajtim me zvete, bashkëpunim, nga se si asnjëherë më parë kemi nevojë për t'ju kthyr vetvetes njëre, pastaj njëri tjetrit, e të pyetemi, e çka tutje? Çka do të bëjmë tutje?
Do të vazhdojmë në fyrje, do të vazhdojmë në ndarje, apo ka arkoa që të reflektojmë, secili mbi vetën e tij, çka ke bëu ti për të qenë situata më e mirë? Ti çfarë ke kontribuar që të jetë më mirë? Prandaj, sikur që Allahu tha në Kur'an dhe me këtë po e përfundoj, nga se fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall, i cili tha: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Merrni këtë merrni projekt, simbol të këtyre ditëve, edhe në jetën e juaj, për veçantë këto ditë ku Allahu tha: "O ju që keni besuar, keni frikë Allahut. Keni frikë Allahut se do të dilni para Allahut. Do të japni llogari tek Allahu për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo qëndrim, të hapur të fshat, publik apo jo publik. Gjithë Allah i din. Andaj, wal tandu nafsun ma qaddamat lighad." Çdo kush nga ju le të shikon çfarë ka përgatitur për nesër. Çfarë ke përgatitur për nesër? Çka do i thush Allahut për begati që ti ka dhënë, për mundësi që ti ka dhënë, për jetën që ti ka dhënë? Kjo është gala jote. Ky është projekti yt. Çka kemi thënë Allahut për vendin tonë, për familjen tonë? Çka ke bë? Me çka ke dhënë nga dunjaja? A ke lënë pajtim pas vete apo ke lënë përçarje? A ke lënë përmirësim apo fesad mas vete? Çfarë ke lënë mas vete? Në çfarë gjendje ke lënë familjen, të afërmit e kështu me radhë? Ky është preokupimi. Faltandu nafsun. Çdo shpirt le shikon çfarë ka bogati për nesër. Shikoni, Allah tha nesër, nuk tha pas nesër, nuk tha në të ardhmen, po nesër. Do të thotë kjo dalë para Allahut, ky përfundim shumë afër është. Shumë afër është. Andaj, wattaqullah, prapë Allahu thot, keni frikë Allahut nga se Allahu e din hollësisht krejt çka ju bëni. I din vallahi Allahu edhe planet, edhe kurthet, edhe nejat, edhe bisedat, edhe planifikimet, gjithë Allahu i din. E i bekon të mirat, e i poshtën të ligat. E Allahu xhallahu i ngrit mirat, dhe ajo që bën dobi mbetet mes të njerëzve. Ajo që është e dëmshme, flakët shpejt, ka ndoshta viktima të caktuara, mund të ketë pak prekje, po në esencë çdo ligësi dhe çdo e keqe shpejt demaskohet, tretet avullohet dhe bartës të saj poshtnohen dhe shënohen në faqet e turpet të historisë së popullit dhe kombit të tyre. Zoti na ruaj nga ky faqezillëk dhe nga ky turp që mund të kaplon. Allah na ruaj çdo kënd për njerëzve.